blokad Tajvanin. Pra izolon nga gjitha anët dhe ti s'ke çfarë bën. Pra dikur do japësh komadë. Pra kjo është e gjitha, pra është çështja e izolimit, pra nuk funksionojnë në aspektin më të sulmohet. Thjesht izolim. Pra rrethim izolim. Kjo është ideja që funksionon sot në këtë luftën moderne. Pra nuk ka më përballje të direta. Prandaj edhe amerikanët këtu vetëm gjë që do bëjnë tentativë për të shpëruar një sulm dhe për të parë kapacitetet e rezistencës, kapacitetet amfibe, të cilat dhe mbrojtjen e një bregdeti, si funksionon mbrojtja e bregdetit në këtë rast, dhe cilat janë kapacitetet amfibe detare të Venezuelës, cilat janë totalisht kineze në këtë rast. Pra këtë duan të shohin. Pra nuk kemi në vetvete një pushtim të Venezuelës. Është e pamundur largëmend, nuk mund ta pushtosh Venezuelën. Pra Venezuela është sa 3 herë Iraku. Një vend me kapacitet sa 3 herë Iraku. Për të pushtuar Irakun ndodhen 600.000 forca. Aktualisht amerikanët kanë vetëm 50.000 forca. Pra vetëm rrështimi i forcave dhe gjeografia, pra çdo kush që duhet marrë parasysh kur ti shkon për një vend, e para merr gjeografin. E dyta kjo gjeografi sa njerëz do. Pra nuk ka mbledhur ato kapacitete. Pra kapacitetet janë të tilla vetëm sa për të sulmuar një segment të një fronti për të parë reagimin tënd. Pra ushtarak. Dritan, shkojmë pak tek Kosova, besoj kemi kohë mjaftueshëm për ta diskutuar dhe rezervova në fakt kohë. Si e lexove rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë? Shiko, rezultati i zgjedhjeve, pavarësisht se Kurti fitoi ligjërisht, pra ligjërisht dhe elektoralisht ai është fituesi. Por fitore morale nuk ka. Pra fitore morale nuk ka askush, as në Kosovë me sistemet elektorale të cilat funksionojnë dhe janë aktuale, qoftë në Shqipëri, qoftë Kosovë, qoftë në të gjithë botën, mungon fitoria morale. Për arsye se aktualisht për shembull Kurti erdhi në pushtet, pra e fitoi vetëm me 21% të votave. Pra 21% të votuesve, të atyre me drejt vote, ja dhanë votën Kurtit, pra vetëm 420 diçka mijë vota, mori 430.000 vota, nga 1.999.000 votues. Pra është sistemi votues. Pra sistemi është i tillë, sistemi ty ta heq mundësinë e fitores morale, pra ti nuk je fitues moral, po je fitues ligjërisht, sepse sistemi është i tillë që për aq sa marrin pjesë, me ai që merr shumicën atyre që marrin pjesë. Përballë atyre që dhe fitore morale nuk është, fitore morale pra bëhet llap për zgjedhjen në cilën marrin pjesë gjithë ata me drejt votimi, pra merr pjesë një popull. Dhe ti merr vetëm ata që morën pjesë. Pra kjo mungon fitoria morale në të gjithë, jo vetëm në Kosovë. Ku duash në gjithë botën funksionon e tillë. Në të gjithë botën. Po ndash Kosovë, ndash Shqipëri, ndash Amerikë, ndash Rusi, ndash në Kinë nuk vëmë, se Kinë nuk votojnë, s'ka nevojë, tondi. Është por jo, po trim Kosovë. Këtë dhe ishte e paremruar absolutisht që fitoria do të vinte, pra unë për personalisht nuk kam pasur dyshim që fitoria dhe e kam theksuar disa herë edhe në fitoren e parë që pas fitoria ishte edhe ajo e shkurtit. Pra ai fitoi por se nuk bënte dot. Pra zgjedhjet i fitoi, pastaj bën apo se bën dot qeverinë është diçka tjetër, është proces tjetër. Po zgjedhjet i fitoi Kurti. Por tani më. Dhe edhe atëherë kam thënë që edhe në zgjedhje, në rast se do të ketë zgjedhje të ardhshme, opozita duhet të ishte bashkë. Pra opozita e veçuar e ndar copa siç hyri nuk e mund të dot Kurtin. Vetëm të bashkuar mund ta mundë dhe ai sërish fitoi për shkak të mungesës së kundërshtarit. Pra Kurti kishte ngriti një kurth populist. Pra Kurti është populist dhe ngriti kurth populist ndaj opozitës dhe ndaj Kosovës. Ndaj gjithë zgjedhjeve në Kosovë. Kurti populist e para ishte që Kurti e ngriti retorikën e vet, pra e filloi me populli kundër elitës. Pra opozitën e quante ajo elita e korruptuar e cila ju ka establishmenti korruptuar. Pra populli kundër elitës, pra unë përfaqësoj popullin kundër elitës. Ky është koncept populist. Pra unë jam përfaqësuesi i popullit kundër kësaj elite. E dyta çoj te çështja e antikorrupsionit. Antikorrupsionin ai e përcakton si identitet moral. Pra ne jemi kundër korrupsionit, por realisht edhe në 4 vitet e para, edhe në këtë vitin që ishte qeverisës, nuk e përcaktoi korrupsionin si një çështje teknike. Pra cilat janë masat që ti merr ndaj korrupsionit, cilat janë hapat që ti ke marrë sepse ti ke qenë 4 vjet në qeveri. Pra cilat janë rastet e korrupsionit që ti ke premtuar para se të vijë në qeveri para 5 viteve dhe që ti i ke çuar gjitha ato që ke premtuar në tubime, si ke çuar asnjë në gjykat. Pra s'ke bërë asnjë. Pra teknikisht nuk funksionon, nuk bëri asnjë veprim ndaj korrupsionit, por e ngriti atë në një identitet moral. Pra unë po vi për të sulmuar korrupsionin dhe ky u krijua një idea morale që unë jam i moralshëm. Pastaj çoj te sovraniteti kombëtar. Te sovraniteti kombëtar e para këtu e quajt në sovranitet i Kosovës, pra sovranitet kombëtar, Kosova komb. Dhe kjo përshtatet me idenë e evropianëve që Kosova është një komb me kosovar. Pra Kosova nuk është komb. Kosovarët nuk janë komb. Kosova është Shqipëri, është pjesë e Shqipërisë, e hequr nga trungu i Shqipërisë në 1913. Pra nuk mund të jetë komb vete.
Trumpi, Kurti vazhdon me idenë e Evropës Kosova.com. Dhe këtu përshtatet me ta. Dhe atyre duhet njëri i tillë që mendon që Kosova është kom, pra që nuk ka bashkim kombëtar në këtë aspekt. Dhe çfarë bëri? Në këtë idenë e sovranitetit kombëtar e përcaktoi e para rezistencë ndaj të jashtëmve, pra ndaj presionit jashtëm. Gjithë presioni jashtëm politik, ai amerikan dhe ai evropian, cili vinte për bisedimet, për prishjen e bisedimeve strategjike, e bashkëpunimit strategjik, gjithë ato, ai quajti presion të jashtëm dhe e paraqiti këtë edhe e paraqiti veten duke qenë se ne nuk bien ndaj presionit të jashtëm, jo nuk e paraqiten si viktim, e paraqiti vetëm si lideri i madh i cili nuk kthehet kurrë. Pra unë jam lideri, ky është lideri që nuk kthehet ndaj presionit të jashtëm. Pra e njëjta ideologji populiste që kishim, është populiste, më këtë gjë e vërtet, këtë gjë e kishte edhe Enveri. Edhe Enveri thoshte unë nuk kthyem ndaj presionit të jashtëm, se ne ishim gjithkohës presion të jashtëm. Pra këto janë ide populiste për të mbajtur pushtetin. Ky është populizëm i pastër, pra po themi populizëm, është e vërtetë, është hajde ta diskutojmë. Dritan, po. Plus që akuzoi opozitën në këtë sovranitet, akuzonte opozitën gjatë gjithë kohës në retorikë që këta donin ta ndanin Kosovën, pra këta donin ta shisnin dinjitetin e Kosovës. Pse nuk është e vërtetë? Jo, s'është e vërtetë. Nuk është as pak e vërtetë. Ideja e ndarjes territoriale. Nuk është ideja e ndarjes territoriale, shkëmbimi nuk është ndarje. Pra kemi dy gjëra. Ndarja është ndarje. Ndarje do thotë kur t'japes marr asgjë. Kurse shkëmbimi është që t'jap dhe të marr. Pra, shkëmbejmë. Aq sa do t'jap, aq do të marr. Dhe do të marr një territor i cili po është i banuar me shqiptar, po t'jap një territor që s'është i banuar me shqiptar. Pra, dhe kjo s'është ndarje. Prandaj kjo është mashtrim populist. Pra, e paraqiti këtë shkëmbim, tentativë shkëmbimi, se nuk ndodhi. Pra, tentativë shkëmbimi ishte, se nuk u arritëm në asnjë gjë. Pra, është një ide. Po. Dhe të paraqit si ndarje, kjo s'është ndarje. Pra, shitje e dinjitetit, s'kemi të bëjmë shitje e dinjitetit. Pra, një mashtrim populist klasik. E dyta vjen me imazhin. Ai u paraqit pra Kurti në imazhin e tij, pra e paraqit imazhin si një person i cili pavarësisht se është në qeverisje, pavarësisht se kryeson qeverisje, në shkretari i kësaj qeverie, ky s'ka lidhje me qeverisjen. Pra ky flet sikur më qenë në opozit. Retorikën e ka si opozitar, por në fakt është në qeverisje, pra unë s'kam lidhje me qeverisjen. Kjo është ideja e këtyre populistëve. Distancon vetveten nga qeverisja. Njësoj siç ky joni që ashtu që distancon vetveten nga hajnia. Pra këta hajnë dhe ka marrur në, po unë s'di çfarë bëjnë ta, s'kam punë me këta, thonë ti. Nuk është përgjegjësia ime. S'është përgjegjësia ime, thonë ti. Ky i mbron dhe s'është përgjegjësia ime. Kur ti e mbron hajnin. E njëjta gjë është edhe ideja e Trumpit, e Kurtit. Pastaj vjen te thjeshtësimi i çështjeve serioze. Pra, kemi dy gjëra. I atyre çështjeve shumë të rëndësishme për Kosovën. E para është ekonomia, dhe ai thjeshtëson çështja e ekonomikë, pra nuk ka bërë asnjë veprim për të rritur ekonominë në Kosovë, për të përmirësuar ekonominë në Kosovë, dhe këtë javë fajin e ka korrupsioni, pra ata që vodhën, ata hajdutët, ata e kanë sepse është korrupsioni i tyre vazhdon akoma dhe ndaj ekonomisë, pra e thjeshtëson. Ekonomia nuk rregullohet sepse është korrupsioni. Para. E dyta bën atë çështje ndërkombëtare, pra marrëdhënie ndërkombëtare. Prishjen e marrëdhënieve ndërkombëtare thotë është presion i jashtëm. Pra nuk është fajin, është presion i tyre. E kanë ata fajin, thuajt, se kam una. Po thotë sepse domethënë akuzohet destabilizues. Në rast se hym të gjitha. Ndërkohë që destabilizuesi është Serbia. Jo, më nuk është destabilizues. Destabilizuesi në këtë rajon, në Kosovë, destabilizuesi është Albin Kurti në Kosovë. Jo në rajon. Në Kosovë destabilizuesi është Albin Kurti, sepse Albin Kurti nuk është pronar i Kosovës, është menaxher i Kosovës, ka marrë votat për të menaxhuar Kosovën dhe çdo lloj veprimi që ka të bëjë me çështjet e integritetit dhe sovranitetit territorial Kosovës janë pjesë edhe të opozitës që është në parlament, dhe jo vetëm të Albin Kurtit, dhe nuk mund marrë shtiv vendime të njëanshme, të cilat cënojnë edhe gjithë pjesën tjetër që ty nuk të ka votuar, sepse si thash 20% ke marrë, pra 80% tjetër ti nuk mund t'i përjashtosh sepse ka marrë dhuron këtu. Pra nuk funksionon në këtë aspekt qeverisja. Qeverisja është çështje kompromisesh. Populizmi është çështje rezistence. Pra ky edhe në qeverisje bën populizëm, sepse populizmi nuk të lejon ty të bësh asnjë kompromis, sepse në populizëm çfarë do lloj kompromizmi quhet tradhti. Dhe ndaj ka edhe këtë retorik, që neve nuk përkulemi ndaj tuajve. Pastaj ka bllokimi institucional. Po kështu e kishte moton ai. Dhe pastaj vim te bllokimi institucional. Bllokimi institucional është faji opozitës, sepse këta janë kundër vullnetit të popullit. Po ky vullneti i popullit është 20%, nuk ishte 80%. Pra këtu jemi. Pra ti e komplet gjithë atë dhe thua këta janë kundër vullnetit të popullit. Pra fajin e ka opozita për bllokimin institucional. Ndërkohë që ti je në qeverisje. Ti mund t'i japësh rrugë këtij bllokimi. Pastaj vjen lidhja direkte emocionale, pra populizmi tjetër është pjesë lidhja direkte emocionale që ai bën me votuesit, që krijon me votuesit. Kjo është aftësi ta bësh të lidhje direkte emocionale, sepse
Jo, gjithë populizmi nuk është dobësirë, po them populizmi është aftësi, po është populizëm dhe është i dëmshëm për neve. Pra ky populizëm nuk bën qeverisje, nuk sjell qeverisje të mirë populizmi. Duhet të jesh gjeni që ta kthesh populizmin në qeverisje. Komunikimin me votuesin. Po, ajo, edhe këtë e bën nëpërmjet gjuhës të identitetit kolektivaj. Dhe për çdo gjë thot, gjithnjë flet me ne, pra neve, ne, jemi ne populli, pra përfaqëson veten te populli, ne populli dhe ata elita, pra e ndan, thot shteti ynë, pra gjithnjë flet shteti ynë, pra shteti është i yni, nuk është i tyre, i elitës, s'është më i tyre, ata elita, ata opozita, s'është shteti i tyre, shteti ynë ky. I neve, i të rinjve, dhe lufta jon. I njerëzve të pakorruptuar. Pra dhe thot lufta jon. E dyta, kjo lufta jon, pra lufta është e jona. Luftë. Cila është lufta këtu? Për cilën po bëhet luftë? Luftë ndaj opozitës? Cila luftë? Luftë ndaj kujt? Luftë ndaj shqiptarëve brenda? Ç'ke? Pra jo, koncepti. Lufta ndaj të shkuarës dhe të armës. Kjo sjell delegitimimin e opozitës. Dhe ç'a bën? Mashtron me aspektin që të rinjt ju drejtohet këtyre të rinjve, duke thënë që këta elita juve ju la jashtë vendimarrjes. Pra në këto 20 vjet që ata ishin pushtet, juve nuk ju përfillën. Por ama pse nuk u përfillën? Sepse edhe këtu është një mashtrim klasik. Këta të rinj që sot votojnë Kurtin, në periudhën e luftës dhe në periudhën pas luftës, pjesa më e madhe e tyre nuk kishin lindur, kurse pjesa e mbetur ishin fëmijë. Pra s'kishin lidhje me atë çfarë ndodhte rreth e qark tyre. Tashmë ata janë rritur dhe janë ndëri. Dhe por tashmë që arritën thotë këta ju lanë juve jashtë. Po fëmijët e sotëm të thuash kush i lë jashtë. Pra janë fëmijë, nuk kanë qenë ose s'kan qenë fare, s'kan lindur. Pra Kurti e përdor këtë si narrativ për treguar që këta nuk ju duan juve, prandaj duhet votojmë kundër tyre. Pra është e gjitha një populizëm dhe çfarë shpërfitojnë për shkak se në krahun tjetër nuk ishte. Pra çfarë bëm? Opozitës i mungoi. Kjo është pyetja që kishte. Opozita kishte mungesë alternative. Pra mungesë alternative vinte të një personi të caktuar. Pra ti ke përballë një populist, i cili është i aftë nga ana retorike, dhe ti duhet t'i nxjerrësh ti personit përballë një tjetër. Opozita nuk e kishte këtë. Pra opozita doli secila dilte me një figurë, një figurë dhe të thoshte që ne nuk shkojmë, pra ne nuk bëjmë koalicion, por ama në rast se neve arrim të fitojmë, pra me gjitha votat që bëjmë neve bashk, nesër dalim më shumë se sa Kurti, ne do bëjmë koalicion qeveritar. Pas zgjedhjeve dhe në këtë koalicion kryeministri do jetë filani. Pra duhet kishin një individ. E qartë. Kjo ishte një mungesë alternative. Pra duhet kishte një portier. Në port s'kishte portier. Porta pa portier. Porta pa portier. Po pa fuqi e opozitës është dritan. Prandaj po them, kishte mungesë kohezioni opozita. Pra, çfarë fliste njëra opozit, çfarë fliste një parti opozit nuk fliste tjetra. Pra kishin kohezion, kishin mungesë programi të përbashkët. Kishin mungesë linje të përbashkët kundër Kurtit. Pra s'kishin asnjë linjë të përbashkët, e cila fliste për hesab vetit. Pra totalisht. Kishte mungesë të programit të qartë politik në të treja partitë opozitës. S'kishin program të qartë politik se çfarë do bënin me çështjen, çfarë do bënin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në marrëdhënien me Amerikën, çfarë do bënin në marrëdhënien me Evropën, çfarë do bënin në marrëdhënien me Serbinë, çfarë do bënin në marrëdhënie me Shqipërinë. Pra nuk kishte asnjë konkrete diçka që ne do bëjmë këtë, se kjo është prishur, këto ta bëjmë, këto ta bëjmë kështu, këto ta bëjmë kështu. Pra kjo është një marrëdhënie që pra nuk kishin një program të qartë, as vetë nuk ishin të qartë, edhe sot nuk janë të qartë, po të pyesësh çfarë do bëni nesër me Shqipërinë. Nuk po them me Serbinë me Evropë, por me Shqipërinë çfarë do bëni? Hiç asgjë, nuk kanë dieni se çfarë do të bëjnë ata me Shqipërinë. Në marrëdhënie me Shqipërinë. Atëherë, prandaj kishte këto janë dobësi të rënda. Po pikërisht janë dobësi të rënda dhe vazhdojnë dhe nuk është kishin mungesë të adresimit, pra mungesa kryesore e adresimit e këtyre ishte ndërmjet politikës, sepse Kurti përdori një politikë moralizuese. Pra gjatë gjithë kohës, që kur ka ardhur në pushtet, e deri më sot vazhdon me atë politikën moralizuese. Dakor. Që neve jemi morali, këta janë e keqja, neve jemi më mira. Dhe opozita dështoi të adresonte këtë politikë moralizuese të Kurtit dhe të shpjegonte qytetarëve thoshte kjo politikë moralizuese është thjesht mashtruese, është një politikë thjesht për të marrë pushtetin personal, asgjë më tepër. Kaq. Pra opozita dështoi. Po s'është faj Kurtit që është një opozitë që është faj, pra mos po them që është faj Kurti, nuk po them që është Kurti fajtor pse erdhi në pushtet. Ti nuk je fajtor pse erdhi ti në pushtet, pse do votuan njerëz. Ne s'po flasim për të, ne po flasim pse erdhi Kurti në pushtet. Pra Kurti erdhi për shkak të populizmit, cilin e sqarova pikat kryesore të populizmit që Kurti i ka bazë të tillë dhe mbi këto e ka ngritur diçka, dhe për shkak se opozita kishte dhe shpjegova ku mungonte opozita. Pra kjo është baza kryesore pse Kurti erdhi në pushtet. Dhe në rast se opozita nuk vazhdon, pra nuk do t'i korrigjojë këto që thash. Kjo është pyetja. Kurti sërish do të vazhdojë të mbesë në pushtet, por qeverisja nuk do bëj dot. Pra qeverisja e Kurtit do vazhdojë të jetë njësoj si qeverisja e 4 viteve të para, pra thjesht populizëm, akuza, acarim, për arsye se populizmi kërkon kriza dhe nuk kërkon qetësi, dhe populizmi heq mundësinë dhe redukton hapësirat diplomatike, pra nuk kemi më hapësirë diplomatike, pra do të vazhdojmë të kemi një
marrëdhënie të acaruar midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, Evropës dhe qeverisë Kosovë, e cila do të dëmtojë në përgjithësi shqiptarët, po edhe vetë Kurtin, sepse vazhdimi i kësaj, kjo do thotë që Kurti mund të jetë në pushtet edhe 4 vite. Në rast se do shkojë edhe 4 vite, në rast se opozita do të shpytja. Po, sepse vitin që vjen kemi zgjedhjen e presidentit. Pra i mbaron afati në prill të vitit që vjen, afati i presidentit i mbaron dhe Kurti do t'i vendosi këta sërish në pozita moraliste, ku do t'i thotë që në rast se nuk jeni prezent, sepse i duhet korumi me 80 veta. Pra në rast se nuk jeni prezent, jeni kundër Kosovës. Dhe do t'i vendosi në dilemë, në rast se këta nuk janë prezent. Atëherë shkohet në zgjedhje të reja të përgjithshme, po në zgjedhjet e reja të përgjithshme, po në zgjedhjet e reja të përgjithshme, Kurti do ta përdori të njëjtën mashtrim që përdori me Glauko Konjufcën. Pra, e acaron situatën dhe ju dha Glauko Konjufcën. Këta nuk e pranuan Glauko Konjufcën për kryeministër dhe Kurti atëherë i tha pjesës popullit, këta nuk e kanë me mua. Këta e kanë me qeverinë e Kosovës, këta duhet blokojnë institucionet e Kosovës. Faj Kurtit këtu. Mirë, nuk po flasim për fajin e Kurtit, o burri dhe tash. Mos e kalon në këtë aspekt më burr, mos më bësi. Tash po. Jo, unë po të them tani që tash nuk po flasim, ne po flasim çfarë unë po të shpjegoj se ti po më flas. Jo, dobësi e opozitës. Po nuk po them prandaj po shpjegoj që opozita duhet të bëjë këtë që po them. Pra, opozita nuk duhet bjerë sërish në kurthin e Kurtit. Opozita duhet në momentin që vjen momenti për të zgjedhur president, opozita duhet dali me një figurë për president, pra të ofrojë një figurë për president që jo përbashkon opozitën, por përbashkon popullin e Kosovës në atë figurë dhe vë Albin Kurtin në pozita denigruese dhe në pozita të veçanta moraliste, sepse në rast se ti i propozon për president e Republikës Lulzim Jasharin të Zëllafin, të birin Adem Jasharit, pjesëtar në luftën ushtrishmëtare të Kosovës, një nga personat e parë që është stërvitur në Shqipëri. Pra, baza dhe një person i cili ka sakrifikuar familja e tij është baza e kësaj Kosove që kemi sot. Sakrifica e familjes së tij, dhe në rast se ti e thua Kurtit që nesër unë propozoj këtë si opozit, atëherë Kurtin ti e vë përpara një dileme moraliste. Çfarë të bëj? Dhe në rast se Kurti nuk pranon, atëherë shkojmë zgjedhje të përgjithshme, por në këto zgjedhje të përgjithshme më pas nuk i fiton dot Kurti, sepse i ka humbur morali, sepse ti mund ta përdorësh që ky zotëria ishte kundër UÇK-s, kundër familjes Jasharit, kundër Kosovës. Dhe ti e shkatëron Kurtin. Pra opozita në rast se nuk e gjen rrugën që i ka humbur në obor të shtëpisë, Kurtin e kanë në pushtet jo 4 vjet, po edhe 8 vjet tjera. Dritan, të falenderoj shumë. Ju falenderoj. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Vudi Gjymshidi, koleg gazetar. Vudi, kënaqësi që të kam. Përshëndetje dhe faleminderit që më keni ftuar. Vudi, zgjedhjet në Kosovë mbaruan, si e lexove rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe kush ishin mesazhet kryesore që populli i Kosovës i dha, le të themi, politikës? Populli i Kosovës i lodhur me 25 vjet kohë të pas luftës një politikë e cila është përpjekun në vazhdimsi dhe her pas here dhe ka pasur sukses ta ruaj interesin e Serbisë brenda Kosovës, e cili popull për 20 vjet rresht është përballë me një entitet kriminal i cili e ka administruar Kosovën në formë rotative me figura të ndryshme, por një substancë dhe mision të njëjtë, plaçkitjen e paras publike dhe pasurisë publike, edhe në këtë vit, siç ndodhi në vitin 2021, i dha një mesazh të qartë entiteteve kriminale se ju nuk jeni të mirëseardhur, se ju nuk e keni besimin dhe nuk e gëzoni privilegjin e të ulurit në karrigen më të lartë shtetënore për të administruar këtë vend dhe për të menaxhuar atë. Ju tha këtyne që ju duhet të shkoni aty ku i takoni, dhe asaj rrugë që ju i takoni është procedurë hetimore nga një prokurori me integritet dhe e pavarur, e cila do t'i kërkoj llogaridhënie këtyre për plaçkitje sistematike 20 vjeçare të shtetit tonë dhe për instalim sistematik të fuqisë administrative dhe ekzekutive të kontrollit politik nga Beogradi i Kosovës. Lidhet kjo edhe me faktin që në janar njoftohet që Altin Dumani do të stacionohet në Kosovë?
Sigurisht që prokurore si Altin Dumani dhe prokurorë të tjerë të cilët janë njerëz me integritet edhe aftësi të qartë profesionale, do të jenë të mirëseardhur në Republikën e Kosovës. Mirë po megjithatë unë besoj që zoti Dumani duhet ta kryejë detyrën e tij në Republikën e Shqipërisë, sepse kemi një administratë